Aleksandro, PEA Peace Forum. PEA Peace Forum, apo Forumi i Paqes në Pej, është një iniciativë e cila ka buru në Pej. Ke marrë parasysh një histori, një trashëgimi që e ka PEA në edukim për drejtat njerëzit, pasi që në vitin 2000 është themeluar edhe Qendra Kosovare për drejtat e njerëzit. Në kuadër të qendrës ka qenë edhe një akademi për drejtat njerëzit, po ashtu edhe kampi kalimi i urave për nxënës. Të gjitha këto kanë buru 2000-2022, edhe bashkëpunimi me profesor edhe faktor ndërkombëtar të ndryshëm, si me UNESCO në Paris, në ke pas edhe marrëveshje për edukim për drejtat njerëzit, kontratat në shkruara me UNESCO, na ka shtyr që të vazhdojmë atë po në një format tjetër. Ky forum tash i Paqes, që është viti i dytë apo edicioni i dytë, është vazhdim i asaj që kemi filluar vitin e kaluar. Pra vitin e kaluar e kemi pas forumin apo edicionin e parë që ka qenë ndërtimi i paqes në një botë rivaliteti. Duke marrë parasysh çka po ndodh në botë, çka po ndodh në vendin tonë, ku aktorët politikë edhe njerëz janë rival, jo bashkëpunues, edhe ajo shkakton edhe një ngecje në zhvillim, edhe shkakton një pakënaqësi të madhe në popull. Ne sot prej kësaj dalim me një mesazh. Mesazhi jonë në fund, e konkludojmë, e përfundojmë se cili do të jetë. Bashkëpunimi me zotrin apo generalin Vestiglar i ka motshëm, qysh 25-6 vjet. Pa dyshim që është rol me domethënie shumë të lartë dhe me përgjegjësi shumë të mëdha, për faktin se janë njerëz që tani po sfidohen me shumë ndryshime që po ndodhin në jetën tonë shoqërore. Në veçanti, gjatë fushës së edukimit dhe trashëgimit që kanë universitete, pjesa e paqes, pjesa e edukimit mbi paqe dhe pjesa e përgjegjësisë për ndërtimin e paqes natyrisht që bjen mbi barrën e brezit të ri, sepse fillimisht ata e kanë idetë, i kanë fuqinë, e kanë gatishmërinë që t'i bëjnë ndryshimet e nevojshme të cilat i duhen shoqërisë tonë. Është edicioni i dytë me radhë dhe po përpiqem që gradualisht rrugës ta përforcojmë dhe ta ngrisim më shumë dhe pikërisht roli i këtij eventi dhe i kësaj ndërmarrjeje është fakti që ne po përpiqem ta ngrisim nivelin dhe edukimin e brezit të ri për të cilin ne diskutojmë pak më herët. Siç e dini, Rotary International e ka një ndër misionet e ka paqen dhe parandalimin e konflikteve. Edhe ne si klub i PEA-s, Rotary Club PEA, mundohemi të kontribuojmë në paqe dhe kontributin për parandalimin e konflikteve. Ne mundohemi ta përmbushim këtë mision duke organizuar ngjarje të tilla, duke munduar me vetëdijsu qytetarët për të mirat që sjellin paqja dhe faktorë që ndikojnë në paqe. Nga këndvështrimi im, dialogi është i domosdoshëm, por janë shumë nevojitë në infrastrukturë e gjerë, ekonomike, politike, edukative, e mediale që na vynë mi kontribu paqes edhe parandalimit të konflikteve, se paqja nuk ka vetëm mungesa e luftës, po paqja është kur kemi liri, kur kemi mirëkuptim dhe kur kemi dialog për gjërat edhe të cilat nuk pajtohen. Arritjeve pa që shu përmend, euroja ishte një zgjidhje shumë e mençme e kohës, para së gjithash mundsoi disa çështje, para mundsoi një stabilitet të çmimeve dhe kontroll të inflacionit, e dyta mundsoi lehtësim në tregti dhe në investime, po ashtu si një shtesa përket politikave financiare, aspekteve të integrimit në Bashkimin Evropian dhe ka eliminu çdo rrezik që me pas aspekt spekulativ në një valutë dhe në anën tjetër po ashtu ka kriju siguri në kursime, në rujtjen e vlerës dhe mendoj që ka qenë një prej zgjidhjeve të mira. Paqja dhe parandalimi i konflikteve është një ndër pikat kryesore të fokusit të Rotary. Kështu që në këtë kuadër, ky forum është mos i mirëpritur dhe i vlerësuar nga audienca kudo. Dhe në këto turbullta ku sot bota është e përfshirë, ky forum merr një kuptim akoma më të vlefshëm dhe më signifikativ për audiencën të cilës i drejtohet.
paqja dhe siguria në Kosovë arrihet nëpërmjet jo vetëm nëpërmjet institucioneve të Kosovës, që tashmë kanë arritur standardet e tyre të funksionalitetit në të gjithë dimensionet, qoftë në dimensionin e sigurisë, por edhe qoftë në dimensionin ekonomik të zhvillimit të sistemeve ekonomike bankare, të cilët janë një shtyllë kryesore dhe mbështetje të gjithë institucioneve të Kosovës, por edhe paqja dhe siguria e cila realizohet nëpërmjet KFOR-it, që siç dihet tashmë KFOR-i si organizmi organizmi më i madh i NATO-s që opron në Kosovë për 26 vjetës, e cila ka kontributin e vet në sigurimin e paqes në Kosovë, në zhvillimin e institucioneve të sigurisë Kosovës për të arritur një tranzicion sa më të shpejtë që të gjithë institucionet e Kosovës duke koordinuar, bashkërenduar bashkërisht të arrijnë të gjendjen përvendtare të tyre paqe, siguri, zhvillim për gjithë Kosovën.